Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Liderët e 27 vendeve dhe organizatave europiane janë mbledhur sot për një samit një ditor në kryeqytetin e Shqipërisë për diskutuar sfidat e sigurisë dhe mbrojtjes në të gjithë kontinentin, me agresionin e plotë të Rusisë ndaj Ukrainës në krye të agjendës. Temat të tjera që po diskutohen në samitin e komunitetit politik europian janë edhe zgjerimi i BE-s, siguria, demokracia dhe emigracioni. Lidhemi tani drejt për drejt me kolegun Burim Zariqi, i cili po e përcjell këtë samit në Tiranë. Burim, përshëndetje. Dihet që Kosovën në këtë samit po e përfaqëson presidentja Vjosa Osmani, ajo edhe një herë kërkoi nga liderët e BE-s që t'i largojnë masat ndëshkuese Kosovës. A ka sinjale se këto masa do të hiqen shpejt? Përshëndetje nga Tirana, ka pak gjasa i lirë që të hiqen masat ndaj Kosovës, bazuar edhe në një deklarate presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ka thënë se Kosova duhet të deeskaloj situatën në veri të vendit dhe të mos marrë veprime të njëanshme qeveria në Prishtinë, por sikundër kësaj, presidentja Vjosa Osmani në një deklarat përpara nisjes së punimeve të këtij samiti i ka bërë thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të hiqen masat ndaj Kosovës të vendosura qysh në qershor të vitit 2023. Sipas presidentes, mosheqja e tyre ka ndikim apo efekt negativ edhe sa i përket integritetit apo Bashkimit Evropian sa i përket heqjes së masave ndaj Kosovës. Presidentja është pyetur edhe nëse gjatë margjinave të këtij samiti mund të ndodhë një takim me presidentin serb, por ajo e ka mohuar një gjë të tillë. Ajo ka thënë se po merr pjesë në këtë samit për tema të tjera, për rrugën integruese e kështu me radhë. Ta ndjekim për më shumë detaje deklaratën e presidentes. Pjesë në të gjitha samitet që nga fillimi, e veçanta është që kësaj radhe mohat pikërisht në rajonin tonë dhe në Tiranë, prandaj edhe shpresoj që do të ketë fokus pak më të madh në atë se si mund të ndihmohet rajoni ynë drejt BE-s. Nuk është që kam shpresa të mëdha, sepse zakonisht ka shumë fjalë të bukura, mirë po realiteti është që Republika e Kosovës, shtet e cila është e linjëzuar 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, akoma është në masa të padrejta përkundër faktit që edhe vetë BE-ja nëpërmjet përfaqësuesit të lartë Borrell në qershor të vitit kaluar ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kërkesat, të gjitha kriteret e kërkuara për heqje të masave, por për fat të keq për disa arsyetime politike të disa shteteve anëtare ato janë akoma në fuqi, duke dëmtuar kështu rrugën evropiane të Kosovës, duke dëmtuar interesat e qytetarëve tonë pa dallim dhe po ashtu edhe duke dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Megjithatë jemi këtu për të ngritur zërin për Kosovën evropiane, për Kosovën e cila patjetër nuk shiqon rrugë tjetër dhe alternativë tjetër pos Bashkimit Evropian, me shpresën që do të rritet mirëkuptimi në mesin e shteteve anëtare dhe të hiqen pengesat e fundit. Mbrëm nuk ka pas takime bilaterale, mbrëm ka pas një darkë të organizuar nga presidenti i Këshillit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas me liderët e Bashkimit Evropian. Ka qenë një darkë e përbashkët, por gjatë darkës në prezencë të të gjithëve, unë e kam ngritur çështjen e masave sepse flitej për ndërtimin e besimit në raport me BE-n, megjithatë më shumë përkrahen ata që shkojnë në Moskë, sesa ne që jemi 100% në përputhje me politikat e BE-s. Nuk është se ndonjëri nga liderët e BE-s ka diçka konkrete që i kërkon Kosovës, sepse edhe ato që janë kërkuar janë plotësuar, sa i përket heqjes së masave, mirë po zakonisht arsyetohen me faktin se ka 2-3 shtete anëtare që e bllokojnë këtë. Kur unë flas me ato 2-3 shtete anëtare që përmenden, ato mua më thonë nuk jemi ne që po e bllokojnë, por janë shtetet më të mëdha. Kështu që është pak një farë lloj gjuajtje faji dhe arsyetimi pa nevojshëm për një proces totalisht të padrejtë, i cili do duhej të përfundonte moti. Presidente, a pritet ndodh sot një takim me presidentin Vučić në margjinat e këtij samiti, a e përjashtoni një takim të tillë dhe Gjonja Kallas tha që do të vijë në Prishtinë javën e ardhshme, a presni një progres në proces të dialogut me Serbinë? Jo, nuk kemi planifikuar asnjë takim me Vučićin sepse këtu nuk bëhet diskutimi me Serbinë, bëhet në Bruksel dhe ky është forum multilateral, siç e dini, ku marrin pjesë më shumë se 40 shtete evropiane. Megjithatë, këtu diskutojmë me shtetet të tjera, me partnerët tanë dhe do të kem takime bilaterale me disa prej shteteve
antare, sidomos disa që nuk i kam takuar moti ose si kam takuar asnjëherë, sepse ka lider të ri që janë zgjedhur në krye të disa shteteve, dhe kryesisht aty është fokusi sot, sepse me shumicën ndërmuese të liderëve po më bjen të takohem thuajse çdo javë, nganjëherë edhe më shpesh, por fokusi është që të shtyjmë përpara interesin e Republikës së Kosovës. Po përfaqësuesja Kallas do të vinë në Kosovë javën që vjen, fatkeqësisht unë do të jem në një vizitë shtetërore jashtë Kosovës, që është edhe arsyeja pse kemi lënë që të takohem me të sot, që të diskutojmë ato që kemi pasur të diskutojmë në Prishtinë, dhe do të jetë një takim i rëndësishëm, sepse ndër të tjera do të diskutojmë edhe cilat janë qëndrimet e Republikës së Kosovës në përgjithësi për rrugën tonë evropiane, por edhe për procesin e dialogut. Burim, vendet e Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Kosovës që t'i formojë sa më parë institucionet e reja në mënyrë që të ecë përpara në proceset integruese. Presidenti Osmani është duke u përpjekur që të zgjidhet ky ngërç politik. Po, Ilir, ashtu është, por përpjekjet e presidentes Osmani si që duket nuk kanë dhënë rezultate pozitive, të paktën referuar edhe një takimi që kishte ditë më parë me lideret e subjekteve politike. Megjithatë, ajo sot ka thënë se nuk mund të quhet ai takim i dështuar, por e ka pranuar se ka pak vullnet nga lideret e subjekteve politike për të dalë nga një blokad për konstituimin e kuvendit e me pas edhe për formimin e qeverisë. Madje presidentja Osmani e ka lënë të hapur se nëse partitë nuk lëvizin drejt të zhbllokimit të kësaj blokade, ajo mund të i drejtohet edhe gjykatës kushtetuese për një interpretim. Ta ndjekim për më shumë. Nuk do të thoja që takimi ka qenë i dështuar, sepse dialogu politik ndërmjet liderëve që kanë qëndrime diametralisht të kundërta asnjëherë nuk është dështim. Dialogu politik është diçka shumë pozitive dhe unë siç e thash dje kishte një disponim minimal dhe ajo po shpresoj që rritet në ndërkohë. Nëse jo ka edhe mënyra të tjera se si të ecim përpara, por fatkeqësisht secila prej tyre merr kohë. Më e lehta, më e mira dhe më së shumti në interes të Kosovës dhe qytetarëve të saj, do të kishte nëse partitë merren vesh se si të ecet përpara me konstituimin e kuvendit urgjent, se pastaj për krijimin e qeverisë janë afatet konkrete dhe aty nuk mund të ketë vonesa. Burim edhe përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas foli sot për dialogun Kosovë-Serbi dhe për vizitën që do t'i bëjë Kosovës javën e ardhshme. Çfarë pritet? Po, zonja Kallas në fakt pret progres në procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Ajo u ka bërë thirrje palëve që ta shfrytëzojnë një emisar të ri, por as ndërmjetësuesi i këtij procesi, Sorensen, siç i dim, tash emisari i ri i ndërmjetësuesi i Brukselit zyrtar për midis dialogut Kosovës dhe Serbisë. Por zonja Kallas në pyetjen e Radio Televizionit 21 e ka konfirmuar se ajo do të vijë javën e ardhshme në Prishtinë për një vizitë zyrtare ku do të takohet me gjas me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, sepse siç e dëgjuam edhe zonjën Osmani, ajo javën e ardhshme do ta ketë një vizitë zyrtare në Zvicër dhe ajo ka shfrytzuar, pra zonja Osmani ka shfrytzuar këtë summit për të u takuar me zonjën Kallas dhe sipas një kontese kanë biseduar për rrugën integruese të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, por zonja Kallas, por edhe zyrtarët e tjerë ritheksojnë se procesi i dialogut, një përmbyllje këtij procesi është çelësi kyç si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, që të jenë më afër Bashkimit Evropian. Ta dëgjojmë një deklaratë të zonjës Kallas. Sapo e kemi emëruar përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd. Ne presim normalizimin e marrëdhënieve. Unë kam biseduar dje me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për atë se çfarë mund të bëjmë tutje dhe javën e ardhshme do të jemi në vizitë në Kosovë dhe Serbi për këtë çështje. Burim, në këtë summit po diskutohet edhe për sigurinë, para gazetarëve foli shefi i NATO-s Mark Rutte. Çfarë thaj për Kosovën dhe sigurinë e rajonit? Po, Ilir, në fakt Mark Rutte, shefi NATO-s, është përgjigjur pa ashtu pyetjeve të televizionit tonë në lidhje edhe me procesin e dialogut në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë, edhe sa i përket sigurisë
në Kosovë. Ai ka thënë fillimisht se pashmangshëm do të diskutohet në këtë summit për procesin e dialogut midis të dyja shteteve. Siç i dim, shefi NATO-s ka një qëndrim se në dialog me Serbinë dhe Kosovën mund të zgjidhen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë midis të dyja shteteve, pra konfliktet që po nxisin tensione, sidomos në veritë e vendit. Me tekst të veçantë ai tha se për veriun e vendit dhe për tërë territorin e Kosovës është misioni paqruajtës i NATO-s në kuadër të trupave të KFOR-it në Kosovë për të ofruar siguri dhe paqe. Ta ndjekim zotin Rute në deklaratën e tij. E kam vizituar rajonin së fundmi. Kisha takime të mira në Bruksel me presidentin Vučić për të siguruar se rajoni do të mbetet i qëndrueshëm. KFOR-i është në Kosovë dhe EUFOR është në Bosnjë. Kjo do të jetë një çështje në agjendë sot. Nuk ka dyshim. Dje diskutuam së bashku me ministrat e jashtëm dhe që të gjithë po e përcjellin situatën për të siguruar për Ballkanin Perëndimor dhe posaçërisht kur bëhet fjalë për Serbinë dhe Bosnjën, për Republikën Serbe brenda Bosnjës dhe natyrisht Kosova, që të ruhet stabiliteti. Burim, çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës u la jashtë agjendës së mbledhjes së Komitetit të Ministrave të këtij këshilli që u mbajt më 13 dhe 14 maj. Cili ishte mesazhi i sekretarit gjeneral të Këshillit të Evropës Alan Berset për Kosovën? Sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës Berset, i cili foli për mundësitë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ai është pro antarësimit të Kosovës, siç e tha edhe vetë, mirë po përpara këtij antarësimi tha që Kosova duhet të plotësojë disa kushte dhe se mbetet në dorën e 46 vendeve anëtare aplikimi i Kosovës pra për të qenë pjesë e kësaj organizate, por për të arritur deri në atë pikë që Kosova të jetë anëtare e Këshillit të Evropës, tha që janë disa kushte, se cilat janë ato të ndjekim në vazhdim. Siç mund ta dini, aplikacioni i Kosovës është në tryezën e Komitetit të Ministrave tashmë. Ekziston një vlerësim pozitiv nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe tani është përgjegjësi e shteteve anëtare që të marrin vendimin. Është koha që tani edhe pas zgjedhjeve në Kosovë, Komiteti i Ministrave të mendojë për hapat e ardhshëm. Po e përsëris janë 46 shtete anëtare dhe ato duhet të vendosin se si të procedohet me këtë aplikacion. Nga ana jonë ekziston mbështetja dhe krejt çfarë duhet është që shtetet anëtare të dalin pra me një vendim të qartë. Një nga kushtet që duhet të plotësoj Kosova është që të njohë apo të bëhet anëtare e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, po ashtu Gjykatën Evropiane mbi të drejtat e njeriut, trupen më të rëndësishme të Këshillit të Evropës, dhe të ekzekutojë vendimet e gjykatës. Pastaj gjithë përfshirja dhe të gjitha diskutimet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë, përfshirë në pjesën veriore, të vendosura në tryezën e diskutimeve në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, janë një tjetër element që ndikon në vendimarrje. Burim, fokusi i këtij samiti padyshim se ishte lufta në Ukrainë, madje presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi sanksione të reja ndaj Rusisë që kanë për qëllim të rrisin presionin ndaj presidentit rus Vladimir Putin, apo jo? Patjetër Ilir, gjithë samiti ka në fokus luftën e Ukrainë, pra një pushtimi që po synon të bëjë Rusia tash sa vite, dhe ardhja e Zelenskit, presidentit e Ukrainës, këto në këtë samit është mirë pritur, madje fjalimi i tij gjatë një sesioni në kuadër të mbledhjeve të samitit është duar trokitur. Përveç paralajmërimit për sanksione ndaj Rusisë, përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, kryeministra, president të vendeve të këtij unioni kanë paralajmëruar mbështetje të fuqishme edhe sa i përket fushës sigurisë dhe furnizimit me armatim. Për
Këtë çështje pritet të diskutohet ende për shkak që ka edhe me tutje diskutime dhe se sipas gjithë pjesëmarrësve në këtë summit luftrat në Evropë apo pretendimet për luftra apo ngritje tensionesh duhet të ndalen, sepse edhe vetë presidenti i Francës Macron e tha se siguria është e breshtë edhe brenda Unionit dhe përreth tij duke përmendur edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, madje ka pasur edhe deklarata të tilla se Bashkimi Evropian nuk është i plot pa përfshirjen edhe të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Prandaj është synim i zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian që edhe Kosova edhe Serbia të zgjidhin problemet e tyre, të ulin tensionet, të bëjnë një marrëveshje paqe e afatgjate e cila ofron siguri për shkak që potencialisht shihet si vend për tensione. Këto pak a shumë i lirë mbetemi të shohim se çfarë rezultate do të sjellin, mirë po duhet të përmendur se ky summit nuk pritet të prodhojë diçka zyrtare në nënshkrim në letër, sepse i tillë është summit politik ku diskutohet mbi vizionet dhe të ardhmen e vendeve që synojnë për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Burim, cila është agenda deri në përmbyllje të summitit, është paralajmëruar në fund edhe një konferencë për media, apo jo? Po, këtyre qasteve është sesioni i dytë i një kryeze ku për temë ka po ashtu sigurinë dhe emigracionin, po ashtu ka të bëjë me zgjerimin e Bashkimit Evropian, e cila kryezë pritet të përfundojë rreth orës 18 me pas për të hapur rrugë një pauzë, ta themi, mirë po edhe kjo pauzë, siç është shfrytzuar në drek që të ketë takime bilaterale, të ketë takime siç e ka bërë edhe presidentja me zonjën Kallas për të diskutuar se cili shtet me përfaqësues të Bashkimit Evropian të ardhmen e tij evropiane, pra pas përmbylljes së kësaj tryeze apo të këtij sesioni plenar pritet një konferencë në orën 18:45 midis kryeministrit të Shqipërisë dhe kryeministres Danimarkës. Arsyeja sepse kryeministra e Danimarkës do dalë në këtë konferencë është se pas mbajtjes së këtij summiti të 6 këtu në Shqipëri, pra në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, summiti 7 me radhë do të mbahet pikërisht në Danimarkë. Ritheksojmë po ashtu se qëndrimi i kryeministrit të Shqipërisë sa i përket mbajtjes së këtij summiti është që e ka quajtur historik për Shqipërinë, sepse siç e dimë ky vend synon që të jetë anëtare me të drejtat e plota në Bashkimin Evropian dhe siç e ka thënë edhe presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa, në vitin 2027 pritet që Shqipëria të përmbyll edhe 16 kapitujt e saj e më pas deri në vitin 2030 Shqipëria të bëhet anëtarja mere e Bashkimit Evropian. Vlen po ashtu të përmendet se në këtë summit ka pasur prezencë të jashtëzakonshme të mediave si nga Kosova, nga rajoni, por edhe me gjerë për shkak edhe pjesëmarrjes përfaqësuesve të vendeve të ndryshme, përfaqësuesve të lartë, president, kryeministra, kancelar e kështu me radhë. Mirë, Burim, të falenderoj shumë për këto informacione që sollen nga samiti i Komunitetit Politik Evropian që po mbahet në Tiranë. Ishte kolegu Burim Zariqi, drejt për drejt nga Tirana. Ne mbesim edhe më tutje me informacione nga ky summit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbajtur një fjalë hyrëse në seancën e parë plenare. Ai tha se euro-optimizmi më i madh është në Shqipëri dhe në disa vende të tjera të Ballkanit. Ndërkaq liderët evropian edhe kësaj radhe i dhanë mbështetje Ukrainës në mbrojtjen e saj nga agresioni rus. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përquar mesazhe bashkimi dhe paqeje në hapje të samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian që po mbahet në Tiranë. Këtu në Ballkan i kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta jap se besojmë se Europa mbetet terreni më pjellor për të shndruar rrjetat e zymta të historisë në rrugë të shëndritshme për të ardhmen.
Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh se Evropa duhet të ushtrojë funksionin e saj për të arritur paqen në lindjen e mesme dhe Ukrainë, duke theksuar se duhet të investohet më shumë tek mbrojtja. Agresioni rus kundër Ukrainës solli luftën e madhe në kontinentin evropian sërish dhe kjo luftë është një sulm ndar komunitetin ndërkombëtar, ndaj të gjitha parimeve të cilat ne i kemi fort për zemër, si sovranitetin kombëtar, si edhe funksionimi i kufive ndërkombëtar dhe integritetit territorial i vendeve tona. Situata në Gaz është një situatë që është një tragjedi humanitare. Pra e drejta ndërkombëtare po dhunohet kur njerëzit po sulmohen me forcë të shdrejtë për dekada. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai tregtar ka bërë që njerëzit të lidhen me njëri tjetrin dhe të ketë më begati, ndërkohë që kjo ndërvarësi që ne kishim krijuar është ndërruar në një instrument pushteti dhe presione. Presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje për paqe, diplomaci e unitet si dhe një koalicion shtetësh e organizatash ndërkombëtare për të luftuar trafikimin. Kemi krijuar koalicionin e të vullnetshmëve dhe është shumë e rëndësishme që të mbështetet Ukraina dhe të mbështetet pikë së pari armëpushimi, edhe në qoftë se duhet thënë, orët e fundit, Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia e europianëve dhe amerikanëve do ta bëjë. Nuk do të ketë armëpushim spontan. Rusia, sidoqoftë, duhet u kthehet diskutimeve që u mbajtën në 2022. Natyrisht, kjo do të thotë që duhet të këmbgullim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kërkoi përfundimin sa më të shpejtë të luftës në Ukrainë dhe një armëpushim të pakushtzuar. Vlerësoj shumë faktin që ne e kuptojmë njësoj situatën që kjo luftë, pra lufta e Rusisë kundër Ukrainës duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur dhe në një mënyrë të drejtë. Ukraina ka nevojë për paqe. Dhe paqja në Europë varet nga fakti nëse ne, Ukraina, do ta marrë atë. Ju të gjithë e dini që këtë javë ne patëm mundësinë që të merrnim, nëse do të ishte pra e mundur, të ndërmerrim disa hapa të rëndësishme për ta mbyllur luftën, për t'i dhënë fund asaj, në rast se Putini nuk do të kishte patur frikë të vinte në Turqi. Unë isha dje në Ankara dhe isha sigurisht që u pritëm nga presidenti Erdogan dhe isha i gatshëm për një takim të drejt për drejt me Putinin, qoftë në Ankara apo në Stamboll. Dhe jo thjesht për një takim, por në fakt për të mundur për të zgjidhur të gjitha çështjet e rëndësishme. Por ai nuk ra dakord për asgjë. Pra Putini nuk ra dakord për asgjë dhe shihej qartë që delegacioni rus që erdhi në Stamboll ishte i një niveli shumë të ulët dhe askush nga ata që ishin anëtar të delegacionit nuk mund të merrnin vendime në Rusi. Pra Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u shpreh se duhet uniteti i Evropës për të përballur sfidat aktuale globale. Janë shumë fusa pra ku ne mund të bashkëpunojmë. Në këto kohë kritike, kur diskutojmë të ardhmen e sigurisë evropiane, përpjekjet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar industrinë e saj të mbrojtjes janë vërtet të dobishme. Ne besojmë po kështu që këto përpjekje duhet të përfshinë edhe aleat që nuk janë anëtar të Bashkimit Evropian në mënyrë të tillë që të mos ndikojë apo të kryejë rolin thelbësor të NATO. Në fakt, me këtë lloj ideje do të ishte në interes më të mirë të sigurisë evropiane. Ndërsa kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni tha se duhet të vazhdojnë të qëndrojnë krah Ukrainës. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah Ukrainës dhe që do të bëjmë të pamundurën që kjo luftë të marrë fund menjëherë, sepse siguria dhe liria jonë varen pikërisht nga restaurimi i forcës së ligjit dhe jo nga ai që mendon që është më i fortë. Dhe mendoj që liria e Europës dhe nuk ka gjë më europiane se sa një popull dhe njerëz që dëshirojnë të vënë gjithçka në rrezik për lirinë e tyre, sepse çdo ditë heroizmi
euroskepticizmi dhe qëndresa e ukrainasve na kujton se çfarë është vetë Europa dhe se çfarë është identiteti ynë, themeli i identitetit tonë përbashkët, që është liria. Pra ne duam lirinë. Para se të uleshin në tryezën e samitit të Komunitetit Politik Evropian, kryeministri Edi Rama i ftoi liderët evropian drejt sallës së Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Trupa e baletit dhe ansamblit popullor duroi një shfaqje për liderët me kërcime e këngë tradicionale shqiptare. Pas kësaj, në ekran u shfaq një video e bërë me inteligjencë artificiale, ku të gjithë liderët udhëheqësit e vendeve të BE-s shfaqen si fëmijë dhe përshëndesin në gjuhën e vendit që drejtojnë mirë se erdhet në Shqipëri. Kjo video shkaktoi të qeshura mes liderëve, që u habitën nga surpriza e Ramës. Ky gest kreativ mund të vlerësohet si një mënyrë origjinale për të përcjellë mesazhin e bashkimit, fëmijërisë dhe së ardhmës së përbashkët evropiane. Dobrodošli u Albaniji. Literatura mast Albanije se. E cili është keni më bëzani ba Albaneci? Välkommen till Albanien. Dobrodošli u Albanije. Mirë se vini në Shqipëri. Welcome to Albania. Dobrodošli u Albaniju. Tervetuloa Albanian. Welkom in Albanië. Dit was ayuk Albanianon. Riket vike i Albanië. Lijkt në lodëm Albania. Willkommen in Albanien. Bine ați venit în Albania. Arnavutluğa hoş geldiniz. Dobrodošli u Albaniju. Witamy w Albanii. Arnavutluğa hoş geldiniz. Benvinguta a Albania. Benvenuti in Albania. Bienvenue en Albanie. Willkommen til Albania. Mirë se vini në Shqipëri. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e ka vlerësuar mbajtjen e samitit të Komunitetit Politik Evropian në Shqipëri. Ai tha se Tirana tashmë si epicentër e rej rajonale është bërë shtëpi nga ku po gdhendet e ardhmja e vetë kontinentit. Në këtë të ardhme, padyshim po i bëhet vendi edhe vendit të Shqipeve, ka shkruar Abdigjiku. Anën tjetër ai tha se Kosova vazhdon të mbetet në masa e sanksione, vazhdon të mbetet edhe pa institucione. Mbi gjitha, vazhdon të mbetet pa ndjenjen e urgjencës për kohën. Nuk ka urgjencë, mu tha. Të tjerat, si zhvillimi mirëqenia, si progresi shoqëror, janë të pakapshme për ata që kanë kapur të ardhmën e vendit tash e sa kohë, sepse për ta shijimi i jetës së pushtetit është vetë qëllimi. Të tjerat presin, ka shkruar ndër të tjera Abdigjiku, i cili ka kërkuar nga populli i Kosovës të rizgjohet. Vazhdojmë informacionet të tjera, deputetët do të mblidhen nesër për të 17 herë në përpjekje për të konstituar Kuvendin e Kosovës. Monitorues të punës së Kuvendit e vlerësojnë të vonuar ndërhyrjen e presidentës për t'i dhënë fund ngërçit politik. Sipas tyre, Osmani do të duhej që dje më njëherë pas dështimit të takimit të parë konsultativ të ndërmerrte hapjen e parë për dërgim të çështjes së ngërçit për interpretim në gjykatën kushtetuese. Një kërkesë konkrete që doli nga partitë politike në ish opozit në takimin e parë konsultativ me presidentën ishte dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese për interpretim. Këtë opsion nuk e përjashtoi as vetë presidentja Vjosa Osmani, nëse palët nuk arrin një pajtueshmëri për të dalë nga ngërçi i krijuar në konstituimin e Kuvendit. Por këto lëvizje të fundit në skenën politike po shihen me një dozë skepticizmi nga monitoruesit e punës së Kuvendit. Sipas Naim Jakajt, nëse presidentja Osmani do të kishte vullnet për këtë nismë, do ta kishte bërë dje hapin e parë. Nuk ka ndonjë rezultat prej ndonjë takimi edhe të ardhshëm. Në ndërkohë, presidentja tha dje që do ta dërgoj në gjykatën kushtetuese vetëm në rast se do të ketë ndonjë kërkesë nga partitë politike nga ndonjë takim i ardhshëm. Këtë do të mund ta bënte presidenta dje, do të mos priste që të bëhet edhe një takim tjetër në mënyrë që të vihej me një, si me thonë, me një konkluz ku të dërguaj lënda në gjykatën kushtetuese, sepse aktualisht ka një kërkesë në gjykatën kushtetuese që ndoshta kërkesa nga ana e presidentes do ta përforconte këtë kërkesë. Edhe ish-gjyqtari Hasan Shala vlerëson se kërkesa për interpretim kushtetues të çështjes së ngërçit në Kuvend ka bazë ligjore.
shpresoj që presidentja do të dërgoj pyetjen se lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentare dhe këtë ngërsh, në mënyrë që gjykata kushtetuese të jap qëndrimin apo mendimin e vet lidhur me këtë çështje për shkak se vërtet është e pakuptim që kjo çështje 15 a 16 seanca u caktuar, në fakt kjo është një seancë po ndërprehet, mirë po, e vërtet është e pakuptim dhe maltretim edhe për qytetarët që kjo të shtyhet në pakufi. Presidentja Osmani nuk e ka përjashtuar mundësinë edhe të takimeve veç me liderët partijak, ndërsa nuk ka paralajmëruar për takimin e radhës të përbashkët konsultativ. Analisti politik Afrim Kasolli vuri në pas e takimi djeshëm i presidentës Osmani me liderët e partive politike i cili nuk solli ndonjë rezultat konkret, vullosi krizën e thellë politike dhe të besimit mes palëve. Bisedën me analistin Kasolli e zhvilloi Lirie Dibrani. Kasolli, takimi i gjashëm mes presidentës Osmani me subjektet politike nuk prodhoi ndonjë rezultat drejt zgjidhjes. Në fakt, si keni parë ju gjithë këtë takim në aspektin analitik? Po, ndërsa ajo thuaj se ishte një dështim i paracaktuar, një farë mënyre sepse të gjitha subjektet politike shkuan me qëndrime që e bënin të pamundur një farë mënyre në ndërtimin e një konsensusi të ri politik, ndërkohë në anën tjetër presidentës Osmani thuaj se i mungonin levat adekuate, domethënë si juridike ashtu edhe politike për të ndikuar që për ta determinuar një rrjedhë tjetër të ngjarjeve. Dhe këto janë disa prej arsyeve kryesore që quan në këtë lloj dështimi politik. Lëvizja vetvendosin bazë të asaj që u kumtua, madje thuhet se tashmë se konsideron urgjente konstituimin e kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës i bëri qarta edhe një herë vetëm i konfirmoi pozicionet e saj, kërkoi ndrim të krye kuvendarit dhe një qeveri të themeluar nga partia e dytë e tretë. Lidhja Demokratike e Kosovës me pozicionin e saj për një qeveri unike që refuzohet si nga Partia Demokratike e Kosovës ashtu nga lëvizja vetvendosje. Dhe shije qartë sepse në bazë të këtyre pozicioneve kontradiktore ishte e pamundur të gjende një rrugë zgjidhje për bllokadën që ndodhej kuvendi. Reagimin e presidentës Osmani më shumë e kam parë mbase fillimisht për shkak të një reagimi të mëhershëm të zyrave diplomatike të Kuvendit në Kosovë dhe i shije jo e mirë për opinionin publik derisa ambasadat filluan të shqetësohen e të reagojnë dhe të kenë takime me kryeministrin në detyrë për të diskutuar opcionet e rrugdaljes nga situata, dhe tjetra u kriju një percepcion publik se kohën e fundit presidentja Osmani ishte dalluar me një aktivitete diplomatike jashtë shtetit dhe thuaj se ishte indiferente nga zhvillimet që po ndodhin në vend, dhe kjo krijoi një lloj shqetësimi, krijoi një lloj pakënaqësie në opinionin publik se si mund të jetë kaq indiferente në raport me situatën. Në fakt, ky takim i gjashëm që ishte mes këtyre palëve, ai ishte një dëshmi më tepër se vendi është në një gërsh të thellë politik e që përjetoi, nuk dihet se kur do të kemi një zgjidhje drejt kësaj çështje. Është vulosje edhe institucionale, po e quaj kështu kushtimisht, e krizës politike dhe juridike në cilën është kapluar skena politike. Në çfarë dash, rënit e kësaj krize, ndërkohë mu më bëri përshtypje edhe kur kryetari PD-s Memli Krasniqi deklaroi që kemi të bëjmë me një krizë politike. Dhe ekskluzivisht duhet ta themi hapur, është e vërtet, këtu pajtona me këtë deklarim të zotit Krasniqi, kemi të bëjmë me një krizë politike rënit e së cilës datojnë shumë më herët, por që tashmë ka marrë një epilog, kështu themi, të hapur publik. Për shkak se të gjitha subjektet politike në një farë mënyre tashmë kanë mosbesim të madh ndaj njëra tjetrës. Sa i përket përvojave të tyre të kaluara, të gjitha kanë qenë deri më tani në bashkëqeverisje, të gjitha kartat e bashkëpunimit politik të bashkëqeverisjeve janë shpenzuar, është krijuar një klimë e madhe e mosbesimit dhe asnjëra më nuk i beson tjetrës. Dhe ekziston frika se çfarë do varianti që ndiqet për dal për kësaj situate ato parti do të humbin. Prandaj po e preferojnë bllokadën, e preferojnë pritjen, mos në këtë situatë do dëmtohet pala tjetër më shumë. Është kjo dhe tjetra që është ajo që nuk po thuhet hapur, që ne duhet ta themi pa ekuivoke, ka të bëjë me presionet që po Kosova i ka, edhe që qeveria e ardhshme ka për obligime për detyrim të merret me menaxhimin e tyre sa i përket procesit të dialogimit me Serbinë. Diplomatë të ndryshëm perëndimor vetë Brukseli ka bërë qartë që sa i përket marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ato tashmë janë të përfunduara, janë obligimi të dyja palëve dhe qeverisë së ardhshme do t'i mbetet për obligim zbatimi i tyre.
Dhe secila prej tyre, si në fushat elektorale thuaj se nuk e kanë përmendur fare këtë temë, me shpresën se duke e anashkaluar para opinionit publik, do të mund ta anashkalojnë edhe para faktorëve ndërkombëtar, por në detyrimet e shtetit kjo nuk funksionon kështu. Secila prej tyre është e vetëdijshme që me të krijuar qeverinë do të përballet me këtë detyrim sa i përket fillimit të zbatimit të obligimeve që ka marrë shteti i Kosovës, dhe këtu kanë frikë dhe kanë ankth se çfarë pasoja politike do të kenë nëse fillojnë të implementojnë këto obligime shtetit Kosovës. Prandaj kanë zgjedhur këtë situatë që unë disa herë kam thënë në disa prononcime mediale që duket që Albolena Haxhiu më shumë se sa vetë problemi, ajo po shërben si pretekst për probleme tjera e që po jo shërben si një lloj shpëtimi politik të gjitha subjekteve politike për të kalkuluar, për ta parë më qartë se si do të kristalizohet situata për të ballafaquar me këto sfida. Dhe duke u bazuar në këto të cilat ju vetë se i thatë, po i bie që Kosova është larg një zgjidhje sa i përket zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, por cilat mund të jenë ato pasojat politike dhe institucionale në rast se ky proces vazhdon të zgjatet. Po ne tashmë kemi filluar veç të shohim pasojat, do të ishte lista, do të ishte gjatë, po ti fillonim ti asin aspektin ekonomik, rritja çmimet energjetike, inflacionit, të gjitha këto në aspektin ndërkombëtar, pami që dështimin e radhës për të mos u antarësuar në Këshillin e Evropës, nuk figuroi fare në Këshillin Ministror agjenda e Kosovës, dhe në anën tjetër, nëse Kosova e zvarrit procesin e konstituimit, kurse në njërin anë nëse Kosova e zvarrit procesin e konstituimit të organeve, ndërsa në anën tjetër faktorët ndërkombëtar gjithnjë më tepër e kanë shtruar si nevojë urgjente krijimin e tyre me qëllim që Kosova të rikthehet në procesin e dialogut, ka rrezik që të penalizohet edhe më shumë çështja e Kosovës, të marginalizohet edhe më shumë sa i përket agjendave ndërkombëtare, dhe as që mund bëhet fjalë edhe sa i përket sanksionimit, suspendimit të masave sanksionuese ekonomike, e të mos përmendim edhe aspektin tjetër që për shkak të mos konstituimit të kuvendit Kosova nuk po arrin të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare me Bashkimin Evropian për përveçsimin e fondeve të ndara nga BE-ja për gjitha shtetet e rajonit, të cilat veç kanë filluar të marrin shumat e para financiare, ndërsa Kosova ka mbetur mbrapa në këtë proces, sepse si e tillë që të fillon rrjedhja financiare, që të fillon alokimi i mjeteve financiare, duhet paraprakisht që të miratohet një marrëveshje ndërkombëtare. E të mos flasim për polarizimin e brendshëm politike të tjera. Duke pasur parasysh gjitha këto pasoja të cilat po i vijnë Kosovës bashkë me mosgjedhjen e kryetarit të kuvendit, apo ku besimi i qytetarëve tek sistemi demokratik i vendit? Në gjë është e natyrshme, është edhe në ndjeshmëria imediate që krijohet ngjallet një lloj neverie, sepse në njërin anë kemi qenë ne ata që vazhdimisht kemi deklaruar që Kosova duhet marrë sa më shumë kompetenca si shtet, sa më shumë që të sforcohet kapaciteti i saj vendimarrës demokratik, dhe kur rëkohen, kur gjithnjë më pak kemi involvim të zyrave diplomatike ndërkombëtare në Kosovë, ne dështojmë katërcipërisht për ta dëshmuar veten për të kriju institucione. Pra do të thotë është e natyrshme që të krijohet një zhgënim të qytetarëve të Kosovës, por edhe pasoja politike. Pra po flas ajo që unë jam më tepër i shqetësuar, pasojat politike që krijohen për rendin tonë demokratik, vazhdimi i kësaj amullie, sepse modeli ynë i sistemit politik është demokraci parlamentare, dhe qytetarët e Kosovës votojnë vetëm për parlamentin e Kosovës, nuk votojnë për trupa tjerë politik, presidentja, ekzekutivi. Këto organe të reja dalin nga parlamenti i Kosovës, dhe ne jemi në një situatë ku nuk po arrin të materializohet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës, sepse ka mbetë peng. Ky vullnet të cilin ata e kanë manifestuar me 9 shkurt për shkak të kësaj blokade. Atëherë, në njërin anë kemi një qeveri e cila po funksionon, e cila po ushtron detyrat e saj, por që është jashtë kontrollit të sovranit demokratik të vendit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj një shtetasit serb i identifikuar si SS në ndyshimin për veprën penale, nxitja e përçarjes dhe mosdurimit. Sipas njoftimit të prokurorisë, më 14 tetor 2023 në fshatin Dren të komunës së Zubin Potokut, i pandeuri ka kryer veprime që kishin për qëllim nxitjen e urrëties dhe përçarjes ndërmjet grupeve etnike, si dhe rrezikimin e rendit publik në Kosovë. Sindikata punëtori e kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi ka njoftuar se do të organizoj protest më 19 maj përpara objektit të komunës së Prishtinës si reagim ndaj mungesës së përgjigjes institucionale për një sër shqetësimesh që lidhen me trajtimin e ndërmarrjes publike dhe të punëtorëve të saj.
Sindikata thekson se politik bërja dhe përplasjet institucionale po i kushtojnë punëtorëve me pasiguri dhe mundësi humbjeje të vendeve të punës. Kalojmë informacione në Maqedoninë e Veriut. Deputet nga Fronti Evropian do t'i bashkohen shumicës parlamentare dhe do të kemi numër të njëjtë të deputetëve edhe pas largimit të Taravarit, pohoi zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti. Sa i përket emrit të ministrit të shëndetësisë, ai njoftoi se do të bëhet i ditur gjatë javës së ardhshme, pasi siç tha, janë ende duke u zhvilluar negociata me disa subjekte politike, por përsëriti se ky dikaster do të mbetet në kuadër të vlenit. Pas bisedimeve që kemi zhvilluar këto ditë me shumë gjasa, gjatë javës së ardhshme do të propozojmë kandidatin për ministër të shëndetësisë, deklaroi zëvendëskryeministri i parë Izet Mexhiti, duke ripërsëritur se resori i shëndetësisë mbetet në kuadër të vlenit, por nuk deshi të jap më shumë detaje se kush do ta trashëgojë Taravarin. Këto ditë jemi në komunikim intensiv pra me grupe të ndryshme politike, me subjekte, ti përfundojmë këto bisedime dhe varësisht nga kjo mandej do shohim se kush do jetë Ministri i Shëndetësisë, po edhe për pozita tjera. Se resori i shëndetësisë do të mbetet te vleni, konfirmoi edhe deputeti i VMRO-DPMN-s Bojan Stojanovski. Sipas tij, vendimi i Taravarit për t'u larguar nga qeveria ishte shumë i gabuar. Në seancën e 20 pra javën e ardhshme do të konstatohet dorëheqja e zotit Taravari. Deri më tani, në kuvend nuk janë dorëzuar dorëheqje nga anëtarët e tjerë të qeverisë. Nga aspekti i resorëve, është e rëndësishme që marrëveshja për përfaqësim të barabartë të gjitha partive politike do të mbetet e pandryshuar. Ndërsa për pjesën tjetër nuk ka shumë gjasa të ketë ndryshime. Resorët me shumë gjas do të mbeten të njëjtë. Mexhiti tha se shumica është e qëndrueshme dhe konfirmoi se në lojë janë 4 deputet nga Fronti Evropian, të cilët pritet i bashkohen shumicës. Me çka, sipas tij, edhe pa Taravarin do të kenë 13-14 deputet. Kur u pyet nëse kjo nuk kupton negociata me Aleancën për shqiptarët të Zjadin Selës, Mexhiti nuk deshi të jap detaje, vetëm tha se do të jenë nga Fronti Evropian. Qeveria është stabile dhe për momentin ne kemi lëvizje të zotit Taravari, po jo gjithë subjektet e Aleancës, sepse ka një debat të brendshëm të nxehtë brenda Aleancës pa shqiptarë. Qeveria ka numrin e njëjtë të deputetëve asa ka pas edhe me Taravarin. Sipas Mexhitit, pjesa më e madhe e krahut të Taravarit është kundër bashkëpunimit me BDI-n, ndërsa nga ana tjetër lëvdoi punën e zëvendëskryeministit për qeverisje të mirë Arben Fetai. Dje u formua grupi i ri i deputetëve të Vlenit, ku u ftuan të bëhen pjesë edhe deputetët e ASH-së së Taravarit. Grupi u formua pa ta dhe tani koordinator është Bekim Qoku. Gjykata e Tetovës shpalli fajtor 2 drejtorët e Spitalit të Tetovës Florin Besimi dhe Artan Etemi, duke i dënuar nga 1 vit e 6 muaj burg për mungesë të pajisjeve kundër zjarrit në rastin e djegjes së Spitalit Modular. Spitali Klinik i Tetovës u shpall gjithashtu fajtor si person juridik dhe u xhobit me 1 milion denar. Familjarët e viktimave shprehen zhgënjim për këtë vendim. Gjykata e Tetovës shpalli fajtor dhe i dënoi me nga 1 vit e gjysmë burg Florin Besimi dhe Artan Etemin për rastin e djegjes së Spitalit Modular në Tetov. Akuza që rëndon mbi ta është vepër e rëndë kundër sigurisë publike për mos vendosjen e aparateve kundër zjarrit. Përveç 2 drejtorëve të spitalit, fajtori u shpall edhe vetë Spitali Klinik i Tetovës si person juridik, duke u dënuar me 1 milion denar. Gjatë leximit të gjykimit, gjykatësi Recep Musa theksoi se për veprën në fjalë parashihet dënim prej 1 deri në 5 vite burg, por sqaroi se janë marrë parasysh rrethanat rënduese dhe lehtësuese për të akuzuarit. Ish drejtori i Spitalit të Tetovës Florin Besimi tha se do të vazhdojë të kërkojë drejtësi në shkallat e tjera gjyqësore, sepse sipas tij ky gjykim u kthye në gjykim faj ndaj atyre që nuk kanë pas as fuqinë e as përgjegjësinë për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shihni këtu post, kam dëshirë ta shihni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumente të tjera shihni këtu që kam. Këtë din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancët se edhe nuk e kam pranuar. Edhe në përmjet e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e murë parasysh. Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparate. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktimat dhe për veten time.
Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Vlerësojmë se ky vendim është pasojë e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe interpretimit të gabuar të dispozitave të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal. Kundër këtij vendimi në kohë do të deponojmë ankesë pranë gjykatës së apelit dhe presim që e njëjta të nxjerrë vendim meritor. Ish drejtori Besimi duke folur para mediave po ashtu tha se familjarët e viktimave nuk meritojnë një shpjegim si përfaqësor dhe shpallje të fajtorit të rrem, por kërkojnë të dinë të vërtetën, të vërtetë për të cilën Besimi tha se do të vazhdojë të flet dhe nuk do të ndalet. E familjarët e viktimave u shprehen të zhgënjur nga vendimi i gjykatësit. Ne si familjar nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që e mori gjykata, se me marrë pak me matematikë, me pjesto 14 viktima për një vit të 6 muaj vend, si sa dhe viktim ka 1 muaj të bëje e burg. Do me thonë, vlerë e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë, pa vlerë vetëm 1 muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin. Vendimi i gjykatës sot ndajemi turpruar dalësh për gjykatës për 14 persona vdesin dënohen 1 vit e 6 muaj. Zhdeje në vetë gjithë është ma merë këto sjetohet, ki shtet nuk bëhet asnjëherë. Familjarët kërkojnë që në këtë lëndë duhet të ishin përfshirë edhe ish ministri i shëndetësisë në kohën kur ka ndodhur tragjedia, kompania që ka ndërtuar modularët si dhe instaluesi i rrymës. Ky gjykim po vjen pas atij që përfundoi në qershor 2023, ku në bankën e të akuzuarve ishin ish drejtori mjekësor i Spitalit të Tetovës dhe ish drejtori ekonomik, mjeku përgjegjës për qendrën e Covidit dhe Spitali i Tetovës. Në maj 2024, gjykata e apelit në Gostivar vendosi ta kthejë procedurën nga fillimi ndaj drejtorëve, pasi aktgjykimi i parë u pasi i paqartë, por e konfirmoi aktgjykimin e lirues për mjekun Boban Vučevski. Kështu në rigjykim u kthye një pjesë e lëndës kundër 2 ish drejtorëve. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.